Telefonat e gatshëm, të gatitur për me kap se cilën pamje, gjirua një skenë ku takun dy banor të Big Brother. E krejt kjo ndodhi mbi varrin një fëmije që humbi jetën tragjikisht. E kom thënë më herët e po e them prapë. Jemi shoqëni e pamurashme, kemi rënë gjithçka. Solidaritetin, dëmshmërinë, përkrajen, respektin, madje edhe dhimbjen për humbjen e tjetrit. Në vend që mbi varr të ketë heshtje, dhimbje e nderim, ato u kthye gjithçka në një shfaqje për rrjete sociale, se njerëzit nuk pas kanë shku për ngushëllim e për kraje, po për çështje showbizi. E kjo nuk është vështor, po treguesi më i mirë i një kalbëzimi të thellë moral. Na fal Eldion, na fal që jemi një shoqëni e kalbun, që nuk den me i rujt as të gjallët as të vdekunit. Që edhe vdekjen tonë është ndrum në spektakël në një skenë turpi ku humben edhe ndjenjat më elementare njerëzore. Ngushëllime të thella familjes Kelmendi. Zoti ju alesoft barrën e kësaj dhimbje të pafund e engjëlli juaj qoftë në paras.